Regjidira më të mdhaja, lahtarë më të mdhaja, jo më. E vërtetë. Prandaj me bindu qënimet maj të gjithë do të ras gjaku i tyre, historia e tyre, familja e tyre, vota e parashkruar dhe paramenduar dhe do votojnë për atë që kanë plan të votojnë. Rama me këtë më shumë kërkon të dhe nuk stimulon gratë për gratë, por e di shumë mirë pushtetje e grave dhe ke burat. Dhe në familjet më patriarkale, ne e di shumë mirë që gruaja është si zë i heshtur në familje që e bën ligjin, ke fëmijët, ke burri, është nyja ose shtylla kurrizore që lidh familjen. Dhe ai pikërisht për të bërë këtë lloj PR ose këtë lloj influence përdori këtë gjë. Dhe e them edhe një herë që e bëri të tillë fjalën çyryk, që është një fjalë e nxjerrë nga e shkuara turke, dhe e nxori pikërisht për ta bërë goditse. Po e rrithem që 11 maj Çyryku ketë parasysh asnjëri, as diaspora, as Shqipëria. Edhe pjesa që ka lidhje me përdorimin e fjalës autik. Do me thënë, për gjithë ne që e dëgjuam, ti e kupton shumë mirë që ka lidhje me autizmin politik, nuk ka lidhje me autizmin si... Po, prandaj të sundale aty se besoj që ndjesë Ramës ishte e sinqerte ka jo. Ishte një gaf, dhe për të arsye them që kërkojnë ndjesë, po. Jo vetëm kaq, po unë e vlerësoj shumë kur njeriu kupton që ka patjetër, pra prandaj po them, e vlerësoj shumë kur ti jenë pushtet, ti ke të gjitha fuqit në dorë edhe mos kërkosh ndjes, dhe në fakt kur kërkon ndjes, u mendoj që është gjesti më njerëzor edhe më demokratik që bën. Njerëzit nuk janë pagabueshëm edhe kur janë kryeministra, edhe është aftësi edhe cilësi e madhe ta gjesh veten, ta kuptosh që janë gabim, edhe ti kërkosh njerëzve absolutisht. Premtimi kryesor që ju jepni ka një shfazim kohor. Ju thoni që do të na jepni pasaportën europiane. Në rastin më të mirë, dhe për momentin, shenjat janë që jemi tek rasti më i mirë, për një procedurë caktuar që ndiqet gjatë procesit e grimit, pra plotësohen temi mbyllën negociatat, të dyja palët Komisionit dhe Qeveria Shqiptare. Ideja është mbyllja e negociatave në 2027, dhe pastaj procesi që zgjat deri 2029 ka një proces që shkon nga ratifikimi në çdo parlament. Pastaj duhet marrin pjesë në zgjedhjet europiane dhe pastaj në janar të vitit 2030 ndodh pranimi politik, hopefully, shpresojmë që do ndodhi. Pra ju po premtoni diçka që praktikisht do realizohet në vitin e parë të një mandati pasardhës. Shiko, në momentin që kryhet mbyllja e procesit antarësimit, dhe nëse ky proces mbyllet në 2027, 2030 është fakt, dhe nuk është më fakt për... Thjesht procedurë. është shtanë procedurës dhe do kalosh në përgjithësi 7 parlamentet dhe ratifikosh, se mbajmon kur kaloj mësaja, çfarë piciri ka lumë se 1 apo 2 parlamente e vononin. Shiko, detyrat e shtëpisë unë mendoj që janë bërë, sepse ti nuk ke më... Por ju po thoni do ju japim pasaportën europiane. Jo, nuk thoni që do ta bëjmë Shqipërinë si Europa. Ju thoni do të na fusin në Europë. Po patjetër, dhe unë me këtë në fakt e mendoj dhe nuk nisem nga propaganda që mund bëj Partia Socialiste. Nisem nga deklaratat që kanë bërë 2 komisionerët e Bashkimit Evropian. Komisioneri e zgjerimit, që është një farë mënyra nyja lidhse kur flitet për zgjerimin, komisionerin të zgjerimit do i referohesh. Marta Kos në 2025 në janar tha Shqipëria dhe Malizi kanë të gjitha mundësi të mbyllin negociatat në 2027. Tani Shqipëria ka qenë disa herë afër, 2 herë. Po veçanërisht në 96-ën ka qenë super afër dhe mendoj që do shkonte në një hap me Kroacin. Ndodhi ajo që ndodhi në 97-ën, pra asnjëri nga ne në studio nuk e ka mundësinë e parashikimit të së ardhmes dhe unë shpresoj që nuk do ketë asnjë të papritur. Në këtë rast ne jemi edhe komisionerja tjetër për politikën e jashtme dhe për sigurinë Kaja Kalas, po tani 2 javë përpara që ishte vizitoi Shqipërinë, tha që është ambicioze. Ambicioze, e realizueshme, duhet vazhdoni me reformat. Pa tjetër, po pa reforma, sigurisht që është një proces që nuk... Dhe vuri tekstin të reforma në drejtësi. Kjo është një proces që nuk funksionon. Kjo është pyetja fundi që unë kam për ju sonte. Të paktën ju vetë nga bindja juaj, një bindjen tuaj, po tashmë që si shtatat vetë në futën me uniformë politike, që është ka dhe një farë disipline ushtarake brenda. Tha e vuri tekstin të reforma në drejtësi. Ndërkohë, sot zoti Rama po e dëgjoja nga Elbasani, ju rikthyet një herë lavdrimeve për Altin Dumanin. Por ama pas arrestimit të Velis, për disa javë rresh retorika e tij ishte shumë e fortë kritike. Deri aty sa deri diku paralajmëroi që nesër pas nesër edhe kjo temi muaj mjaltit me Spakun mund të përfundojë.
Në krau tjetër, zoti Berisha flet qartë për mpirje fillimisht, dërgim Venecia dhe më pas korrigjim gjithçkaje, rikthim të atyre që janë larguar nga Vitingo etj etj. Jo, zoti Berisha e ka thënë në një intervistë kur jam qenë me mua, drejt për së drejtë, dhe pyetja ime ka qenë çfarë do bëni juve nëse e fitoni zgjedhjet, çfarë do ndodhi me Spakun? Po, e kemi qartë mendimin e tij. Është prokurori politike, tha do e mbyll, nuk do ekzistojë më. A sa shanse ka që Partia Socialiste nesër në pushtet të ullet me Partinë Demokratike, pra me zotin Berisha ose kush do tjetë, dhe të rishikoj atë që është bërë në reformë drejtësi, mos harroni, keni një komision, në slangun gazetari quhet Komisioni Gjafaj, i cili ka në fokus edhe institucionet e reja drejtësisë. Vetëm 3 sekonde lutem se duhet ta mbyllim. Shiko, unë mendoj që fakti që slogani dhe mesazhi i Partisë Socialiste në këto zgjedhje është Shqipëria në BE. Shqipëria në BE nuk mund të shkojë në asnjë mënyrë nëse nuk vazhdon të ketë mbështetje për drejtësinë e re. Domethënë të dyja këto nuk mendoj që mund të shkojnë në një trajektore të ndryshme, sepse nëse Partia Socialiste do heqë mbështetjen që i ka dhënë deri tani drejtësisë, sigurisht që kjo nuk do jetë më pjesë e reformave. Ngecin reforma dhe një reformë e rëndësishme është reforma në drejtësi. Kështu që për këtë arsye mendoj që do apo nuk do Partia Socialiste është në fakt në një farë mënyrë për hir të reformave dhe për hir të anëtarësimit të vazhdojë mbështetjen e saj për institucionet e reja drejtësisë. Iris Lorazi, faleminderit që sot me mua dhe sukses në 19 maj. Faleminderit për biseda këtësi gjithmonë. Bashkë do shihemi të hënën, pasi ju e dini, avazi, sondazhi 2. Deri atëherë nga Sokol Balla, natën e mirë.